Ya Allah, Ya Allah. Shoqata kulturore humanitare Jeta në Grenhen të Zvicrës në kanton të Soloturnit organizon manifestim të madh islam. Në këtë manifestim marrin pjesë Doktor Zekeria Bajrami, Magjistër Ferit Piku nga Tirana, këngëtari i njohur botëror i ilahive Mesut Kurtish, Hafëz Lerët Sabati dhe Gjemail Nuhiu, Nusret Kurtishi, Mensur Kadriu, Ahmet Osmani, Afif Osmani, Vidai Maliu, si dhe shumë hoxhallar nga diaspora. Sponsor medial i këtij manifestimi është Radio Islami në Zvicër. Manifestimi mbahet më datën 21 janar 2012, ditë e shtunë, me fillim në orën 18:30 në sallën Luksori që gjendet në adresën Majenstrasse 6 në Grenhen të Zvicrës. Hyrja kushton 20 franga zvicerane. E janë në këtë manifestim të madh islam organizuar nga Shoqata Kulturore Humanitare Jeta në Grenhen të Zvicrës.